U largua nga Shtetet e Bashkuara, kishte nisur mjekësinë në Shqipëri. Atje nisi sërish studime duke zgjedhur neurokirurgjinë. Erman Lesha është ndër neurokirurgët më të mirë dhe i pari shkencëtar shqiptar në Universitetin e Havardit. Mbarova gjimnazin Petroninë Luarasi, fillova mjekësinë në Tiranë, disa muaj më pas lëvizëm në Boston. Në Amerikë funksionon ndryshe. Mjekësia duhet bëja kolegj dhe bëra biologjinë e më pas nisa mjekësinë. Mendoj se ky ishte një proces i cili filloi ndoshta si budallalëk që do bëhem neurokirurg, por kur lëviza në Boston pata pak më shumë mundësi për të ndjekur njerëz të ndryshëm, dogja një neurokirurg e më pëlqeu puna e tij. E ndava mendjen dhe fillova të merresha me atë. Thjesht u fokusova dhe mendoj se deri në një farë pike më ndihmoi që të isha pak më i përgatitur gjatë shkollës. U shpreh Emali, i pyetur për punën që bën, ai historia që bëj më pëlqen, po bëj një ndryshim tek pacientët e mi dhe është një nga gjërat që më shtyn të mos mendoj orët e gjata. Në asnjë çfarë pike nuk kam dyshuar vendimin që bëra atëherë. Ai u ndal në punën në laboratorin e Havardit. Në vitin e parë laboratori ishte komplet jashtë shkollës dhe punës. Ai tregoi gjithashtu se si arritën të hiqnin një virus të zbuluar vite më parë në gjenomin e derit. Frika ishte nëse do të mund të kryejë ndonjë transplant i veshkës së derit tek njeriu, që virusi mund të transmetohet tek njeriu. Kjo arritje u publikua edhe në një revistë shkencore.